Halid Efendiu, muderrizi e medreses Mustafa Pasha në Shkup. Periudha e shërbimit në xhaminë e Stupçanit nuk dihet sakt, por sipas dokumenteve që do t'i prezantojmë në vazhdim, tregon se në vitin 1903 ka qenë i angazhuar në Shkup si profesor në medresen e xhamisë Mustafa Pasha. Prandaj nuk mund të vërtetojmë me saktësi se sa vite ka shërbyer në Stupçan, para se të vazhdojë në Shkup. Por nëse e marrim përballë këtë dokument, atëherë kjo periudhë duhet të ketë zgjatur 9 vjet. Por nuk përjashtohet mundësia që të kishte filluar edhe më herët, gjë të cilën nuk mund ta vërtetojmë. Për rëndësinë e asaj medrese ku kishte filluar Halid Efendiu të jep kontributin e vet, më së miri e kuptojmë nga vepra e Sami Frashërit. Shamseddin Samiu apo Sami Frashëri, në veprën e tij të botuar në vitin 1889, Kamusul el Alam, enciklopedia historiko-gjeografike, që ishte shkruar në 6 vëllime dhe konsiderohet si kryevepra e tij. Kur flet për Shkupin thot kështu: janë të ndërduara xhamitë, medresetë, imaratet e Isa Beut, Jaja Pashës, Mustafa Pashës dhe Sultan Muratit. Në atë kohë, Shkupi ka pasur 25 medrese, por këto që përmenden në veprën e Sami Frashërit kanë qenë më të rëndësishme. Njëra ndër to pra ishte medreseja e xhamisë së Mustafa Pashës, ku ka dhënë mësim Halid Efendiu. Në Sarnamën e vitit 1321 Hijri apo 1903, në faqen 635, është e evidentuar se Halid Efendiu ka qenë muderris i medresesë së xhamisë së Mustafa Pashës dhe ka pasur 13 nxënës. Ky dokument që del nga Sarnameja vërteton informacionet që na vijnë nga intervistat e bëra me familjarët e tij. Periudha deri kur ka shërbyer në këtë institucion lidhet me vetë ngjarjet historike të perandorisë osmane. Viti 1912 e solli Serbinë si pushtuese të tokave shqiptare. Është vërtetuar se Halid Efendiu dhe disa hoxhallar tjerë nuk pranuan të nështrojnë politikave të pushtuesit serb dhe përpasoj braktisën detyrën që ishin duke e bërë deri në ato momente. Ai është kthyer sërish në Stupçan dhe ka vazhduar të japë kontributin e tij në vendlindje, pas më shumë se një dekade pune intensive në Shkup.